Unë shikus të emisionit Këshia Show, mi se erdhët në një emision të uajnë dhe të uajnë Këshia Show. Falenderit publiku që son të i kemë prezent, do ardërkit edhe nërë për veti. E fillu kështu këtë emision, sepse son të para se me fillu emisionin edhe me falendru sponsorët ata që mundësur realizimin e këti emisioni, e kem një reagim në ka orë prej një ish kryetarit të komunës Ferizajt, Adem Salijaj, që son të do të lexojmë, e kem për obligim me lexu. Thot kështu: drejtuar Sadri Merit, moderatori i emisionit Këshia Show, jam i befasuar me faktin se ju në emisionin tuaj Këshia Show i keni dhënë hapësirë një personi të dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatës dhe me precedent tjetër penal që ju vetëm të munduhet të shfaqësohet, të gënjej pafundit të shpif gjatë gjithë kohës për mua, por të shkoj deri aty sa dhe të më kanoset gjë që është vepër penale. Në këtë vepër penale, edhe ti Sadri Meri e përgjes sepse ke mundësuar që përmes një mediumi publik të bëhet një kanosje publike. Shaban Sylla është i dënuar për tentim vrasje ndaj meje me vendim të plot fuqishëm të gjykatës dhe e ka mbajtur dënimin me përjashtim të një pjese të cilën ja ka folur ish presidenti Hashim Thaçi, atij dhe gjithë grupit kriminal që kanë tentuar të më vrasin. Hashim Thaçi e ka bërë këtë falje në prag të nisjes së tij për Hag. Kjo ndodh vetëm në shtetin tonë që një kriminal fal kriminal të tjerë dhe vetëm në shtetin ndodh që në mediumet të caktuar siç është edhe Këshia Show t'i ofrojë kriminalëve hapësirë në media për të shpifur, për të njëllosur dhe për të kanuar sërish viktimat që sipas vendimit gjykatës kanë qenë cak i tyre për t'i vrarë. Me këtë rast dëshiroj të potencoj një fakt. Unë nuk e kam identifikuar Shaban Syllën si person që ka dashur të më vrasë. Pra nuk e kam identifikuar as në foto as drejt për drejt, sepse nuk kam qenë i sigurt se ka qenë ai. Atë e kam identifikuar shoku i tij i grupit kriminal Nazim Bllasa dhe është dënuar në bazë të dëshmive të tij e jo në bazë të dëshmisë sime. Përpjekja e Sadri Merit që të më thras në emision për të demantuar gënjeshtat dhe akuzat e tij të personit të cilin e ka dënuar me gjykata me vendim të plot fuqishëm, pra jo unë, por gjykata është absurde, sepse askush nuk ka të drejtë të rishqyrtojë nëpër emisione dhe t'i vënë në pyetje vendimet e plot fuqishme të gjykatës. Kjo jo vetëm që është e turpshme, por është edhe fyse ndaj viktimave të krimit. Besoj që së shpejti do të shkojë çështja tek organet e drejtësisë, ku do të shqyrtohen edhe sjelljet e një personi me precedent penal, por edhe të një emisioni që bën këto veprime ndaj viktimave të grupeve kriminale. Në bazë të së drejtës time ligjore, kërkoj që këtë prononcim timin ta lexoni dhe ta jepni si tekst në emisionin e radhës të Këshia Show, vërtet e vënuar, por mund të jetë një vërtet pa efekt. E tash ne e kemi obligimin e përgjigj Adem Salijajt, nga cila ka merr regjia nga kjo, ne i bëjmë dije Adem Salijaj që gjatë këtij shkrimi, domethënë neve ka këshyrë më na kanus, më na kërcënua, më na shantazhu. E pa ora e dyta, Adem Salijaj është shumë paradoksal njeri, për arsye se gjatë shkrimit të tij dikun i bie 3 herë pishmonit. Një herë thotë që është ky kriminal, mandej thotë unë se kam identifikuar ish presidentin që është polli pavarësinë e Republikës Kosovës e bën kriminal dhe shumë sene tjera. Por nga ky emision, Adem Salijaj dhe gjithë të tjerë që munduan ta kërcënojnë Sadri Merin, autorin e emisionit Këshia Show, por edhe emisionin tonë, ju bëjmë dije që do të përballen në organet kompetente, që në këtë rast janë Policia e Republikës Kosovës. Një gjë tillë ne e kemi bën dhe këtë mesazh e kemi lajmëruar dhe Policia e Kosovës bashkë me prokurorin ka nisë hetimet rreth Adem Salijaj, por edhe gjithë personat tjerë që kanë kërcënuar në emisionin tonë. Arsyeja që ne i thrasmi njerëz është sepse kanë lirinë e mediave të gjithë të shprehen këtu. Çdo kush që shprehet e ka përgjegjësinë e vet. Aty ku ka liri ka përgjegjësi. Gjithë ju që jeni musafir të emisionit Këshia Show, ju bëjmë dije që qëndrimet e juve nuk janë qëndrimet e redaksisë së emisionit Këshia Show. Andaj keni kujdes çfarë fletni dhe çfarë thoni në këtë emision. Por juve sonte kemi edhe disa mesazhe kërcënuese që kemi marrë. Edhe këtu e kemi deponuar në Policinë e Republikës Kosovës. Ka prej atyre domethënë që hinë me sot 27 vite, ende hinë me dhe shohin me emër të sërbëve, koliko dusho qes bishti, s'disha po thot ky, ti e pika do të më të masakru, Alban Albi Bajrami, kujdes shqiptar, të heshim e një herë se ti e shpion kena më të vrau, këti dëmon, ju bëjmë apel gjitha atyre që shkruajnë kësi mesazha, që gjitha do t'i deponojmë në Policinë e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë shikuesve që na ndjekin në numër kaq të madh. I falenderojmë edhe gojëre sponsorët tonë, është Europaleta, ajo që tashmë e kemi sponsor gati pothuajse që 6 muaj, është pronari i Vizësenit që ka filluar prodhimin e Europaletave me standarde europiane. Gjithë që keni me porosit paleta, ju lutem lajmëroni tek pronari i Vizësenit. Faleminderit Duart Gitje për sa është sponsor venduar.
Është Azteki, kur bëhet fjalë për klima ideale, Azteki është emër që garanton cilësi. Përndryshe tek Azteki mund të gjenden gjitha llojet e brendeve të klimave. Bruno Midea si dhe ka përfaqësinë e klimave Toitomo nga Japonia. Azteki gjendet me lokale fizikisht në Lipjan, në Prishtinë dhe në Shtime. Faleminderit shumë Aztekit, duart të kitje sigurisht. Si dhe është pati mobiljeri e cila e rregullon banesën dhe shtëpitë tuaj me mobiljeri fantastike edhe që gjendet në Ramian të Vitinës. Duart të kitje edhe për këto nëse dani pak. Kërkojmë ndjes shikuesve që sonte fillum edhe na u dash me fillu kështu, po e patëm obligative sepse sonte gjithë shqiptarët e festojnë epopejën e ushtrisë ligjore të Kosovës, epopejën e lavdishme të komandantit tonë legjendar Adem Jashari dhe sonte edhe ne ja kemi kushtuar këtë emision epopejës e kemi obligative të ja kushtojmë fakt epopejës së ushtrisë ligjore të Kosovës. Për me diskutuar lidhje mbi këtë temë sonte kam të ftuar dy mysafirë shumë special. Janë special sepse ishin bashkëluftar të Adem Jasharit, bile njëri domethënë ka qenë bashkëluftar që nga fillimi dhe unë kisha pas dëshirë që sonte t'i ftoj. Me neve sonte është zotëria Emel Lati dhe i Sofoti mi presmi me do të rrugit të mëdha. Oj, në shumë. Ndeshim që në mësinë. Në mësinë, faleminderit. Faleminderit shumë çert. Do të jemi pas se vërtet jam mysafir special edhe të vinë nga akademia që e mbajt kanor direkt ekskluzivisht në emisionin tonë. Faleminderit shumë çert. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, pasasu faleminderit. Faleminderit. Na shtë shqipërion për ju thiri basi jeni pak më të vjetër edhe për shkak të respektit. I kena pak 2 vjet, po çfarë më bë. Sonte erdh nga akademia, po? Po. Akademia përfitimore kushtuar komandantit legjendar Adem Jashari, gjithë familjes Jashari. Po. Po e filloj me ty basame. Pra sy se ti edhe nipi tajemejes njeriu që Adem Jashari dhe Hamza Jashari e kanë pas idol. Edhe jem betu që do t'ja morë hapin edhe fakt du dhe ashtu. Faksini një me komandantin tonë legjendar Adem Jashari. Faleminderit edhe për ftesën, urime epopeja ushtrisë ligjore të Kosovës, juve dhe gjithë shqiptarëve. Na e kena pas fatin më njoft me familjen Jashari dhe me Adem Jasharin, pe bobe babgjysh, edhe 4 gjysh, edhe unë me këta djemë të ri, me bashkime, me Lële, me Bekim. Jena shtu familjarisht jena me ta. Kur po filloj pak edhe të Tahiri, kur ka nduhet, se të ka zua që jena njoft me ta shtu shumë mirë, mbos plezve, edhe me jëmë gjuhë për këta trit. Kur ka liftu Tahiri në të dhe nishën, orë, që sa du më kujtojt, jëmë konë në klasë 2, shkollë fillore, orë Shaboni me Hamzën edhe me Ademin, në dhe aty, gjenazit në konë në koridor të udës, që sa du më kujtojt, edhe Ole në dhe aty, kanë pi kafe, qaj e laf. Nesët kër janë shumë i varrosë, kanë bo betimin që dojna me njekë rrugën tonë, edhe ashtu ndodhi.